Sot këtu në xhamin e qytetit në Kërçov, xhamin Sultan Pajaziti, u bë doja e haxhilerëve. Pra materialin e përgatitur në këtë xhami mund ta ndiqni në vazhdim të emisionit. فالله يملي وينذر إملاء غير مقصر وسوف يعلي ويظهر جنوده غير مؤثر عليهم أي منكر من كل قوم ومعشر وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويظفر وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويظفر Sabri madh, shumë një durimi madh, posaçërisht në këtë kohën, në këtë shekull ku rrethem përçak rrugëve të kësuar anën ban botës, ndodhin gjithçka çka ndodhin, çka vetë e shehni ju, e ndëgjoni apo e lexoni. Prandaj i përësis ashtu si që ka përësit Kurani, si që ka përësit pejgamberi alayhi salatu wassalam, që të kenë dërim, që të kenë sabër, dhe ashtu si sa dhe Allahu Gjeleshanuhu në Kuranin e Madhrishëm, pra kur të vendosish të shkojsh në hax, ke vendos të shkojsh në xhihad, të shkojsh në luftë, edhe në luftë mundësh të plagosesh, në luftë mund të kesh vdekje, mund të kesh mundime, vështirësi, skamje e kështu me radhë. Prandaj gjithë ato haxhiu i ndershëm, gjithë ato ai musliman apo muslimane që ka nisë për hir të Allahu Gjeleshanu ta marrë që këtë rrugë, do ta goldite, e kur ta goldite qatë nervoz, qatë në hidrim, ai e ka goldit një haje prej hajeve të qenjetit. Më pas dhe të bëjmë duan, dhe të lexuat një ashere dhe njëni prej këtine Bashkisë Islame Udhëheqësisë muftiu ose referenti dhe të bëjmë duaja, a mas duas dhe të kisha lut haxhilerët të dolin atje të dera, ku edhe duhet të marrim halalajk me këta haxhilerë. Pra qëllimi më i madh i kësaj duaje, kësot që e bëjmë nije, është që të marim halalek me këta vëllezërit tuan që e marin rrugën për shku të kri kushtin e 5 të fejas islame, Allahu ja pranon. Amin. Përshëndes imamin, kolegun që e bali këtë ligjërat për para juve këtu, gjithashtu e përshëndes pjesëmarrjen e juaj, dhe kështu që në emrin tim personal dhe në emër të muftinis, në emër të të kolegëve që gjenden këtu në këtë vend prezent, haxhilerëve u dëshirojmë rrugë të mbar, Allahu Gjeleshanu të hapi shëndet, që t'i kryejnë ata ibadeta që në atë vend, të na kthehen shëndoshë mirë, dhe inshallah Allahu Gjeleshanu haxhin të vaboj kabul. Dhe gjithashtu në emrin tim dhe në emrin të kretë këtyne që janë prezentu dhe në emrin të kretë muslimanëve të Kërçovës, i boni selam pejgamberit alayhi salam. سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان صدق رسول الله. وقال في هذا الآخر من زار قبري وجبت له شفاعتي ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. اللهم تقبل الحج على الذين قصدوا زيارة بيتك الحرام
واشتاق إلى روضة رسولك أن يدخل من باب السلام بالسلامة عن الآلام وأن يطوف بيتك الحرام ويصلون عند كل مشعر ومقام سيما عند مواجهة عليه الصلاة والسلام واجعلهم يا مولانا ذاكرون بلسانهم مستشعرون بقلبهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك واجعل يا ربنا هذا المجمع مجمعا مباركا ودعاءنا هذا دعاء مستجابا يا رب العالمين وارزق كل من شعر قلبه بالذهاب إلى تلك الأماكن المقدسة دعاء مسموما كما نرجوك يا ربنا أن تحفظ عبدك هذا من كل سوء برا وبحرا وجفا وتردهم إلى بلادهم سالمون غانمون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم سلمنا وسلم حجاج الحرمين اللهم يسر للذين يريدون الحج ولا يستطيعون إليه حج مرارا وللذين أدوه تكرارا واكتب السلامة والصحة والعفو والعافية علينا وعلى سائر الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين والحاضرين والغائبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب تقبل الله منا يا رب العالمين الفاتحة Çfarë ishte porosia juaj për haxhilerët? Porosia ime për haxhilerët do të jetë njëherë në fillim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ja sot ishte një ditë madhështore, ishte një solemnitet që u mblodhëm këtu në këtë xhaminë e Sultan Pajazitit në Kërçov, që të bëjmë një dua haxhive, të cilët i përcjellim për në hax. Kështu që ju sigurisht jeni të njoftuar apo nuk jeni, kemi gjithsej 11 haxhi. Dy prej tyre janë që shkojnë për toke, kurse 9 janë që shkojnë për ajri, pra me aeroplan. Dhe sot u mblodhëm këtu të bëjmë një solemnitet, të bëjmë një duva, që ta lutim Allahun xhaleshanuhu që të shkojnë shëndoshë mirë, të kryejnë ibadetet si është më mirë, të na kthehen shëndoshë mirë. Inshallah Allahu të vaboj kabul ibadetin që do ta kryejnë atje. Inshallah do të luten edhe për muslimanët e këtyre trojeve këtu që jemi këtu në Kërçov, në Ballkanin Magjor, dhe si pyetje që e parashtruat, porosia mbi të gjithë do të jetë ajo se me të vërtetë shkuajnë do vende të shejta ku ka shumë kallaballëk në atë vend, blidhen shumë musliman piket botës, piket rrezullit toksor, diku mund të jenë 2 milion, 3 milion mas paku, dhe me të vërtetë kur të hyjnë në ato vende duhet që të kenë sabër mbi të gjithë, se sabri që do ta bëjnë në atë vend me të vërtetë do të jetë ai i cili do të ndihmojnë në ibadetet që do t'i kryejnë. Në qoftë se nuk janë me sabër, largohen prej sabrit, atëherë sigurisht se edhe ibadetet nuk do t'i kryejnë me disponim, edhe sigurisht se diçka do të mungohej gjatë kryerjeve të atyre ibadeteve. Pra edhe
sa më tepër ibadetet i bujnë në vendet e shenjta ku janë në xhamin e pejgamberit alayhis salam, në Mekë, brenda ta bujnë në harem, pra në Qabe, se është sevap i madh, një ibadet që kryhet, një namaz që kryhet në xhamin e pejgamberit alayhis salam e ka vlerën sa 1000 namaze që i kryjmë neve këtu në këtë vend. Ndërsa një namaz që kryhet në Qabe, vlera e një namazi sa 100.000 namaze që neve i kryjmë këtu në këtë vend. Do me thonë ka një peshë shumë të madhe, është vend i caktuar, është vend i shenjtë, i zgjedhur prej Allahu xhaleshanuhu në këtë rrezullin toksor, pra është Qabja dhe xhamia e pejgamberit në Medinë. Zotri Mufti, sa kanë qenë të informuar xhamati se sot bëhet lutja e haxhilerëve? Po neve njëherë haxhilerët i kemi njoftu, gjithashtu i kemi njoftu edhe familjarët e atyre dhe kush ka qenë interesu, kush ka pyet, kështu i kemi njoftu me një fjalë, kështu nëpërmjet mjeteve të informimit nuk kemi dhënë në një njoftim. Ndërsa nëpërmjet imamëve? Imamëve disave u kemi treguar, në përgjithësi nuk ka qenë kështu një iniciativë kështu e përgjithshme. Nuk ka qenë. Disave u kemi treguar, disave që kanë pas interesim kur shkuajnë, kanë ditë. Po me një fjalë nuk ka qenë kështu si ta mas për mjetet e informimit, as imam në përgjithësi nuk kanë qenë të informuar për këtë. Zotri Mufti, unë ju falenderoj për kohën që që të na shpjegoni disa gjë në lidhje me haxhin. Unë falenderoj edhe juve, falenderoj pjesëmarrjen e juaj, falenderoj pra televizionin Muskana që gjithkund merr pjesë në këta ceremoni fetare që i organizuan muslimanët të këtyre trevave këtu në Mufteninë e Kërçovës dhe inshallah Zoti xhaleshanu jep përparim dhe çdo të mirë në jetë. Faleminderit. أغراني المال والأوهام والكأس خطيئتي أنني يقدس من زمن أغراني المال والأوهام والكأس بدون أب أضم إليه اسمي ويحميني سهام النائبات يقربني ويمنحني حنانا وبعض الحب مثل الأعطيات غريب في الحياة وفي الممات ومجهول الهوية والصفات كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات وأين الفارس المغوار ياتي يفك القيد أعيان الزفير وأين الفارس المغوار ياتي يفك القيد أعيان الزفير يفك القيد أعيان الزفير ولو أن القطيع لنا جوار لما طابت لسكنانا الحمير ولو أن القطيع لنا جوار لما طابت لسكنانا